Vuani nga fryrja barkut, mjafton një lugë nga kjo dhe do shpëtoni. Më shumë se sa kosi, kefiri ka bakteri të dobishme të cilat janë të domosdoshme për tretjen dhe për këtë arsye sugjerohet kefiri atëherë kur ndjejmë fryrje, kur lukthi nuk punon si duhet dhe atëherë kur na mundojnë gazrat. Për ata që nuk e din, kefiri është qumësht i fermentuar që përmban kultura të rëndësishme me probiotik. Është ideal për punën e zorrëve, përshpejton punën e tyre dhe pastron prej baktereve të dëmshme dhe është vërtetuar si probiotik natyral, shkaku se përmban një sasi të lartë të baktereve të mira. Kefiri është një ilaç i shkëlqyeshëm kundër fryrjeve dhe vërteton se pakson gazrat në organizëm. Personat të cilët vuajnë nga gazrat në zorr pa marrë parasysh në atë se çfarë edhe kur hanë, për çdo ditë duhet që të konsumojnë nga pak kefir.